Në bashkësinë Familja në Gjakov, me rastin e festës së Krishtlindjes, u mbajt një shërbesë fetare e cila u udhëhoq nga pastori Dritan Gashi. Ai tha se së bashku me besimtarët protestant janë mbledhur për të shënuar këtë ditë të veçantë. Në kohën e Krishtlindjes, ne si kisha protestant evangeliste këtu në Gjakov, kemi pasur kësaj radhe shërbesa të ndryshme, secila kishë ka organizuar shërbesa të ndryshme dhe ne kena organizuar ta kemi këtu më datën e 24 në ora 5, kështu që jemi së bashku dhe presim që të vinë njerëz ta kremtojmë Krishtlindjen së bashku, sepse ky është një lajm gëzimi, një lajm që erdh jo nga njeriu, por që erdh nga qielli, sepse u dëgjua një zë dhe tha: "Sot në qytetin e Davidit ka lindur shpëtimtari për ju, Jezusi." Gashi theksoi se Krishtlindja është një festë e veçantë që i bashkon njerëzit duke përcjellë mesazhe dashurie, paqeje dhe mirëkuptimi. Jemi shumë të lumtur sepse ne kujtojmë ardhen e shpëtimtarit të njerëzimit. Së pari duhet ta kemi sikur një shpëtimtar personal dhe pastaj ne ndajmë këtë lajm me të gjithë sepse Jezusi ka ardhur për të gjithë. Dhe kjo është edhe Krishtlindja që ne festojmë. Në bashkësinë Familja në kishën protestante u kënduan himne dhe u mbajtën lutje me mesazhe paqeje dhe dashurie mes njerëzve.